Si po e lexon e curinë e këtyre zgjedhjeve, apo i plotson pritshmëritë e tua? Të mjetë, po plotson edhe pritshmëritë e Ramës. Sepse Rama ishte skeptik, tha do marrë deri te 78, duket sikur po shkonte 88-a. Edhe batonin po e ashtu. Po edhe batonin e kanë nxjerrë, domethënë kështu, po e ndiqja sa do pak batonin edhe u ndi keq dhe batoni që nuk i kishte dalë fiks exit polli. U zgënjë. U zgënjëm, se mora vesh. Shikore. Pse ky rezultat, avokat? Pse ky rezultat? Se sot mund të flasim... Po deshet domethënë që kritikojmë opozitën, besoj se do kemi ditë plot ta bëjmë një gjë. Po çfarë kritikojmë tani? Jo, ta kritikojmë për mënyrën se si u avit zgjedhjeve dhe për rezultatin domethënë që mori. Por mundu duhet dalesh sa do pak njëherë te fitoria e Edi Ramës. Patjetër. Që është e mundur. Dhe pastaj mbrapa. Po jo më kalojmë aty. Për këtë punë jemi Po bëjmë pikitat e misionit tuaj. Avokat, për këtë punë jemi të analizojmë rezultatin dhe t'i tregojmë qytetarëve domethënë pikërisht ato që ata nuk arrin të lexojnë dot te ky rezultat. Leonard, më fal, po me Ramën jemi marrë para zgjedhjeve që të mos fitonte. Tani, ky që s'fitoj dot, a ka nevojë për një analizë nga ana jonë pse s'fitoi dhe çfarë duhet bëj apo të merremi me atë që fitoi? Po, unë të thash, për opozitën është shumë kollaj të merresh dhe do merren. Nuk po them se s'u merren, po thash. Pak e ndërlikuar. Një ndërhyrje në raport se si e shikoj rezultatin. Jo, zgjedhja jote mo thjesht e hodha. Tani, 2-3 gjëra shumë të rëndësishme dhe këtu nuk ka faj Rama pastaj. Në kuptimin strategjik apo elektoralikisht. Të bëhet çudi, domethënë që në të paktën 2 apo 3 apo 4 vende apo grupe njerëzish, Rama ka marrë një vot masiv. Për shembull, deri para pak kohësh ne kemi parë që fermerët e Lushnjës e dirrnin qumshin në rrugë, duke bërë protesta dhe sigurisht kundër qeverisë Rama, për shkak të subvencioneve që nuk i kishin, për shkak të tregut që sipas tyre nuk ishte ai që i mbronte, e gjërat të këtij tipi. Apo edhe me perimet dhe frutat e tjera, të cilat sipas tyre ishin pasojë e një keq qeverisje, keq menaxhimi apo dhe një tregu i pakontrollueshëm i ushtruar nga oligarkët e tregut të prodhimit vendas. Në Lushnjë, në Fier, ti po të përresh me kujdes, Partia Socialiste ka bërë namin. Tani, si është e mundur të mund që janë të njëjtit njerëz që protestojnë për ditë me radhë me kundër kësaj qeverisje dhe kur vjen momenti ata shkojnë dhe votojnë sërish Partinë Socialiste. Më dëgjoni? Të dëgjoj shumë mirë. Si është po dëgjoj me vëmendje. E dyta, po kështu. Po të kujtoni vetëm para një muaji ka qenë ajo proteste Tragjasit. Tragjasi për flogerit dhe ta di shumë mirë, është 90% i majt. U duk sikur nga ata njerëz gjatë asaj proteste do ndonin kah. Sepse sipas atyre po u mirë uji, po u mirë jeta. Sërish PS-ja në Tragjas ka fituar me 90% të votave. Patjetër, janë të majta ata. Të njëjtën gjë edhe për në Korçë, për fermerët e Korçës, për ata që merren me kultivimin e patatës apo të kohës, apo akoma më keq për proteste që ndodhin në Hotolisht në Afërlibrazhdin për ndërtimin e rrugës në atë zonë. O Leonarda, mund të bëj një pyetje? Mund të bëj pyetje? Se sa ka fituar Partia Socialiste në Hotolisht? A mund të bëj një pyetje? Po, më thuaj. Shkodra përmbytej çdo vit nga viti 2005 dhe më përpara dhe më mbrapa, po them, deri në vitin 2013. Në Shkodra atje. Tropoja, siç ka qenë në kohën e Enverit, nuk e di ka një ndryshim tani. Pra, qeveria Berisha kur nuk vuri dorë. Tani më shpjego pak si ka mundësi këta shkodranët përmbyteshin vit për vit, nuk kompensoheshin as i vit, gjitha votat prap doktorit ja jep. Ma shpjego? Ja shpjegoj pra. Këtu desha dalë. Nuk është se po fajsoja qeverisje në rastin konkret, atë të djeshme në tje,
dhe këtë të sotme sot, si në atë rastin e Shkodrës së Tropojës që përmendet ti, apo në të rastet e mëpashme. Janë tifoz mu. Po dakor, po pritë se s'është çështje tifozdi kur zgjedhja. Po ore, më fal, secili e gjykon vetë, unë jam me ty gjithë ditën. Dakor, po mirë pra ne tifozdi kur stadium, se të vota pastaj janë taksa tona që shkojnë për kumblla ose Po Floger, më gjej sekond. Lutem. Jam dakor, po problemi është domethënë që ti unë që kemi mundësi të flasim në media, të bëjmë ndoshta edhe psikologun këtu. Ne kemi për detyrë që të bëjmë një analizë, të japim një opinion për teja ta asaj që mendon ai fermeri apo jo. Ai Shkodrani, Tropojani apo cili do qoftë. Dhe unë po them domethënë që mua më bën gajle, e këtë nuk e them me ironi apo me sarkazëm, që këtu nuk ke nevojë më të ndryshosh qeverinë, po duhet më marr me popullin, me ndryshu mentalitetin e këtyre njerëzve. Njerëzit duhet të bëhen pragmatist dhe militant. Jo, ose me ndru sistem, me e bo principat. Urdhë? Ose me ndru sistem, me e bo principat, e heqim garën politike, lejmë vetëm garën ekonomike dhe vazhdojmë. Fiks, edhe ajo është. Po pra. Edhe ajo është, mos studit edhe për këtë pjesë. Jo, studitëm fare. Unë nuk e them me sarkazëm, Floger. Asun. Nuk e them me sarkazëm, që tu ka ardhur po të ndryshon popullin, ndryshosh më qeverinë. Sepse unë nuk bëj analizë. Se ke i problem me figurën avokat? Ka i problem me figurën. Shiko pak, zgjidhe pak me regjia, të lutem, zgjidhe pak situatën, ndërkohë Flogert, si e lexon këtë rezultat? Është brenda asaj që pritej, çfarë ka ndodhur realisht, domethënë mesazhet që na vijnë nga ky rezultat, cilat janë? Do përpiqem të jem sa më telegrafik që të shtrojmë argumentat dhe pastaj me kolegun, me Leonardin, edhe ti debatojmë pse jo ato. Ka një debat red që Rama fitoi se nuk fitoi Rama, po ja dha sistemi. E para herë sistemi nuk ja jep Edi Ramës, as Partisë Socialiste, ato favorin e leqen e po flasim, por ja jep partisë që del forcë e parë, pra partisë me më shumë vota. Kupton? Se ka i keq kuptim, pra thuhet, jo, s'ka fitu Rama, ja dha sistemi, jo, ka dal i pari Rama, ka i diferencë thellë me vendin e dytë Rama, që mund ta kishte Berisha, që mund ta kishte Lapaj, dhe për këtë arsye ka dhe atë favorizimin nga sistemi. Kupton? Kjo ishte thjesht për pra sistemi i favorizon gjithë në rastin konkret. Këdo që del i pari dhe sa më shumë të unifikohen palët, sistemi të favorizon një lloj. Akuza kryesore është që të paktën ajo që bën opozita është që Rama i ka vjedhur brutalisht edhe këto zgjedhje. Do dal aty. Ajo pastaj jam i qartë për atë unë, ajo është pika kulminante. Kupton? Se deri 2 ditë para se të bëshin zgjedhjet, ishte fushat suedeze këtu. Kujtohet? S'kishte këtu as banda, as vjedhje, as një gjë. Fare, zero. Dolën ditën që u votua. Sepse panë që numri atyre që po shkojnë ditë kutive të votimit është ku e ku me pritshmëritë ose me mundësitë për të mundur Ramën. Po përtej kësaj, pra e para herë sistemi nuk i ka dhënë qeverinë Ramës. Sistemi i jep një lloj avantazhi të lehtë partisë që del forcë e parë. Dhe Partia Socialiste ka arritur dali forcë e parë. E dyta, jo të lehtë. Urdhëron? Jep 12 mandate. Është primaj. Po dakor, pra se ndodh dhe përçarje, ta thash, duhet mos përçahen. Tani sa i përket rezultatit, unë jam i befasuar. Jam i befasuar sepse unë parashikimet e mia dhe këtu në këtë studio, Ramën e kam çuar 78 maksimumi, opozitën e kam çuar 53 maksimumi, me opozitën jam në rregull. Doshin e kam lënë 3 mandate dhe Partitë e Reja i kam çuar një grup parlamentar. Dashamirësisht për të inkurajuar njerëzit që t'i votojnë, por ato me sa duket janë dështimi i kësaj. Ajo që mua më ka surprizuar në fitoren e Ramës është si ka mundësi, ose jam surprizuar për një gjë tjetër që vetëm Sali Berisha mund t'i japi Edi Ramës një fitore të tillë. Ne mendonim që më i dopti që mund t'i japi Ramës një fitore spektakolare, më i dopti përballë, quhej Lulzim Basha. E kupton? Që s'kishte më keq. Doktori na tregoi vetëm një gjë, që është shumë më rëndë se Lulzim Basha.
Dhe vetëm doktori mund t'i jepte Ramës këtë rezultat. Rama nuk e ka pritur vetë rezultat. Prandaj edhe kur ka bërë atë të Kuçit, e ka quar 78-88 në kuptimin ka lënë një marsh gabimi të madh. 10 deputet. Ndryshe nga herën e shkuar që tha 74-78, pra me një marsh gabimi 3%, tani e ka quar marshin 8%. Sepse dhe Rama vetë nuk ishte i bindur që doktori është kaq dobët. Kjo është e para. E dyta, sa i përket akuzave të opozitës. Dëgjoj. Në zgjedhjet e 2021-shit, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste ju kanë tepruar një 170.000 vota, 100.000 njërës, 70.000 tjetrës, që nuk prodhonin mandat. Pra u prodhu mandati 8 në Elbasan për Partinë Socialiste, i tepruan mira vota. U prodhua mandati X për PD-n diku tjetër, tepruan mira vota, totali ishte një mal me vota që shkuan D. Edhe votat e LSI-s këtu. Kështu që duke llogaritur këto, e para herë bie kjo fabula që ka bler zgjedhjet, sepse herën e fundit ka treguar që 100.000 vota nuk i kanë hyrë në punë për sistem, nuk i kanë hyrë në punë për mandate, sepse sistemi mjaftonin aq dhe jo kaq. Po gjithsesi unë po jam marrë të mirë që nuk e kam problem. Okej, Rama ka përdorur, siç thotë DSB-ja, administratën të mirat si thotë, pushtetin në një farë mënyre për ta bërë garën të pabarabartë me kundërshtarin, ha? Po. Edhe këto trysnit pastaj e shantazhet nuk kanë emër, se ato i kanë bërë gjitha palët, po pjesa e përdorimit të administratës është një gjë. Dhe unë po ta marr të mirë qenë, dakord. Ja, ku e ke ti, që Rama këto votet e veta i ka me këtë metodologji. Ajo që unë dua të m'japi shpjegim Sali Berisha dhe kushdo që i jep drejt sot Sali Berishës që duhet qëndroj aty se ka fituar, është kjo. Ja. Lul Basha 2021-shin 46.3, bashkë me Monikën. Po. Sali Berisha bashkë me Ilirin 34. 12.3%. Lulzim Basha, Monika Kryemalli 46.3%. Sali Berisha, Ilir Meta dhe gjithë pjesa tjetër 34 sot. Tani mirë Rama, kjo i rrezon thua. Mirë Rama të vetat i ka marrë me leke, me banda, me çfarë duash ti. Më pak të shënoj Flogertë. Po ti më zotëri, patjetër, po janë shifra, është sekret publik. Janë shifra zyrtare. Janë shifra zyrtare. Tani 12.3% mërë zotëri që të kanë ikur ty. Kush ta ka fajnë? Ta ka fajnë Rama? Po. Po i 170.000 vota që i kanë marrë këto të veçlit. Si mundet do, si nuk ke turp dhe del në televizor dhe thumë vodi Rama, kur ty, e kam për doktorin, të ka marrë vota Gon Sheha i më burë. Deputeti ju t'i djeshë më burë. Të ka marrë vota Kalamasi Adriatik Lapa i më burë. Të ka marrë një mal me vota më burë. E dhe thumë ka fajnë Rama muë, po qa Rama mu, qa pret nga Rama ti? Po ty të mundin kalamajtëre. Kështu në këtë kuptim, gjitha ta që do përpiqen të justifikojnë këtë rezultat dramatik, janë duke marrë në qafë edhe më keq Partinë Demokratike. Sepse po ju mbushën mendjen demokratë. Që ky rezultat është i mirë, e kanë marrë në qafë Partinë Demokratike. Po, na. Si më i madh Flogertë, duket pak nga ato parashikime se nuk kanë mbaruar akoma, mund të jetë grupimi i Edri Shabanit dhe Adriatik Lapajt, që me shumë gjasa mund të marrin diku te 70.000-80.000 vota në gjithë Shqipërinë, edhe do kenë mundësinë të nxjerrin vetëm një deputet. Kjo është për të treguar realitetin e këtij kodi zgjedhor të drejtë. Patjetër. Jam dakord, po rënja Leonard, me 12.3% dhe të dalësh tolerantë, më fal. Unë jam dakord, dil dhe ulërit ti që e Drama ka bërë këtë. Faktoje i herë, jo vetëm ulërit, po nxirr faktet aty në tavolinë. Kullohu mirë se duhet me pa dhe rreth vetës se mos të ustallar që ke pas në fushat kanë qenë përlyer po aq sa ato të Ramës me këto bandat e me këto më thet tash, se bëjnë si vigjeresha këni nga krahu i djathtë, po prit se ka surpriza dhe andej. Ka surpriza, do ta shofësh. Kështu që jo nga PS-ja. Kështu që zotëri, ti dil dhe thuaj, gjo, unë kam humbur zgjedhjet jo përballë Edi Ramës, por përballë
Partisë Demokratike dhe Demokratëve, sepse Rama më ka marrë X-in për të shkuar, elementin X për të marrë pushtetin, do më merte, por 12.3% i kam humbur unë. Dhe e di pse nuk flet asnjë Partinë Demokratike. E fundit kjo. Sepse ata janë të gjithë një skuadër humbësish. Dhe po dalit flasi Gonxhek Markaj, Gjin Gjoni, drejtuesit politik kundër doktorit, duhet ta nisin nga vetja, apo jo? Pra, që ti thuash i këtij kryeredaktorit se nuk funksionoi gjë e regjisorit më se tash, duhet të ikni gjithë. Lulbashës i tani Po them që në momentin që ata edhe kush ata që humbësit më të mëdhenj. Gazbardhi, Belind Klliçi, Gonxhek Markaj, gjithë drejtuesit politik, Ali Zotrat që janë këto, që të shkatrojnë çfarë kishin ato shprehje. Tritan Shehu. Ore ky Ali Zoti që tha do t'i përdori një shprehje kështu fantastike. Si ishte ajo Si ishte ajo Ali Zotit Onart? Do t'i ha gjallë. Sa ka dalë Elbasani avokat? Kanibalizëm, është 10, është mbyll 10-a. Është mbyll 10. Është mbyll. Ka ndodhur një herë në Elbasan 10-4. 10-4. 10-4. Ka ndodhur një herë kjo humbje në Elbasan avokat se ti e një. Si ishte? Ka ndodhur një herë në Elbasan 10-4. A ka mundësi se kaq e kam llafin? Asnjëherë. Asnjëherë. Po pra, tani gjithë këta a kanë moral, po e bëjnë ndonjëri do e përshëndesim, po të gjithë këta nuk dalin t'i kërkojnë doktorit llogari, po i shkojnë mbrapa duke thënë po doktor na votën sepse po justifikohen më burr. Si janë gjithë humbës. Po se votën Partinë Demokratike doktori i tërheq, po. 3 deputetë të 2017 në PD-ja, jo 4, 3. Po mos harro se prodhoi LSI-a 3 të tjerë. Po. Ka lidhje, ajo është tjetër histori. Po soja s'ka prodhuar kur 10, kjo është thelbi. Ta dëgjojmë dhe Egon, si e lexon këtë rezultat dhe pak a shumë a ishin këto zgjedhje të manipuluara siç pretendohet? Shiko, duhet kaloj një herë momenti traumës që të filloj edhe të analizosh, të kthjellohet situata dhe të filloj të analizohet situata, çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq, a u vodh, as u vodh, nëse u vodh, sa u vodh, etj. Kështu që pavarësisht se tashmë rezultati është në drejt përfundimit edhe nuk besoj që me këto shifra 90% e kutive të votimit të numëruara nuk besoj që ka më ndonjë nuk besoj që presim ndonjë surprizë dhe kjo është, po themi, panorama e situatës, po unë mendoj që të përpiqemi ta fokusojmë debatin tek humbja e Berishës, për mendimin tim është diçka e vogël në krahasim me atë se çfarë paraqet ky rezultat në vetvete. Pra humbja e Berishës edhe Partisë Demokratike është një detaj i rëndësishëm sigurisht, sepse është partia më e madhe opozitare, por për mendimin tim nuk është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është analizën e bëjnë për herë ato që humbin, jo ato që fitojnë, no Egon, të lutem, se po më çudit. Nëse ke pa atij që ti bëhet analiza atij që fitoi, dhe jo me kthy kokën këtej kush humbi dhe si duhet të rinovojmë këtë që humbi që të mundi këtë që fitoi. Ne jemi shoqëri e dështuar. Hajde justifikojmë humbsin, apo kjo është fataliste o burr. Ideja është këtu, ne nuk i bëjmë analizën as fituesit, as humbësit të ndeshjes. Ne i bëjmë analizën ndeshjes. Pra, i bëjmë analizën ndeshjes, si ishte ndeshja. Po, vazhdojmë. Ndeshjes po. Ndeshjes, pra as fituesit, as humbësit. Jo, humbësit po, patjetër. Patjetër edhe fitusit. Nëse humbësit edhe fitusit, po unë po them më së pari. Po fitusit i bi që ti thua urime më burr. Prandaj si duhet bërë fare. Bëj analizën e ndeshjes dhe analizën e humbësit. Dhe thua ndeshja, nëse thua ndeshja ishte trukuar nga fituesi, aty pastaj merru vetëm me fitues. Ne duhet bëjmë analizën. Aty duke mbrojt humbësin. Ne jemi duke bërë analizën e ndeshjes. Pra, si ishte ndeshja? Si ishte ndeshja? A ishte shitur, a ishte... Tani... Çfarë thot arbitri është llafi? Arbitri, nëse për arbitër marrim, po them, misionet vëzhguese, po them,